Përshëndetje, Arben. Jam në rrugën atë kryeqytetit, këtu në obor të një shtëpie, ku pranë vetes e kam një banore të kësaj shtëpie, e cila nga ka treguar paraprakisht se është duke u përballur me një problem të jashtëzakonshëm, me një problem të tmerrshëm, themi ashtu, për shkak që shtëpia e saj është duke u rënuar për shkak të punimeve që janë duke u bërë në rrugën atë në kryeqytet. Para një muaji e gjysmë, banorët e kësaj shtëpie janë detyruar të lëshojnë shtëpinë e tyre për të vazhduar të banojnë diku tjetër në kryeqytet me qëra për shkak të rënimeve që ata i kanë përjetuar gjatë një nate, kanë qenë duke fjetur dhe e kanë ndjerë ashtu sikur një lloj termeti dhe me të dalur në obor e kanë pa që obori i tyre është duke u shembur dhe edhe shtëpia e tyre është duke rrezikuar të shembët e tëra. Kemi verifikuar paraprakisht tërë oborin dhe shtëpinë këtu, ka qenë domethënë kritikisht gjendja e tmerrshme. Këtë problem ta e ka pasur parafërsisht që një vit, sepse i dim që punimet në rrugën A kanë filluar qysh në gusht të vitit 2023, saktësisht pra punimet kanë filluar vitin 2023, por banorët kanë filluar që të përballen në këtë problem qysh në gusht të vitit të kaluar. Nuk e kanë problemin veç me shtëpinë, problemin e kanë që këto punime ju kanë shkaktuar probleme edhe tek energjia elektrike, pasi që shtyllat elektrike punimet i kanë ndërprer, po ashtu edhe një gyp të rrjetit të ujësjellësit e kanë të dëmtuar dhe nuk kanë as rrymë dhe as ujë në këtë shtëpi. Për të na jep më shumë detaje se si e kanë përjetuar tërë atë natë banorët e kësaj shtëpie, ofër vetes e kam zonjën Shqipe Berisha. Përshëndetje Shqipe. Përshëndetje nderuar, unë jam Shqipe Berisha Maxhuni, jam banore e kësaj shtëpie, natën e 27 majit. Ka qenë të mërshme për neve, ka qenë dikon rreth ora 10 e mbrëmjes, fëmijët kanë qenë gjumë, edhe vetëm unë një krizë më madhe, edhe është ndalë rryma, edhe nga kjo hyrja këtu nuk kemi guxu me dalë, se për arsye se e dishme, ne e preqme, qysh prej gushtit vitit kalum, ne e preqme se këtu ka më ndodhë rënime për shkak të punimeve dhe gryrjes në thellësi dikon prej 16 metrave, qysh më kanë të regu punus të rrugës, mu dhe bashortit tem, edhe atë not kemi dalë prej katit të dytë, lidhet me rrugën lartë, edhe kemi po, këtu s'kemi po kur gjë, do me thonë, deri ku kanë arrit shembjet, e kam thirë urgjencën, drejtorinë e urgjencës kuadër komunës, ata fatmirësisht, i falenderoj shumë, kanë ardhur në kore kard, edhe i kanë po gjendjen, edhe gjatë inspektimit tyne veç rënimet dhe shkatrimet fillojshin edhe gjatë prezencës tyne. Atë natë na kanë thonë që prej sonte ju nuk mundeni se jeni super të rrezikuar nejt në këtë shtëpi. Kemi nejt 2 orë jashtë, se nuk mbike mend në ato momente të merë vajza qajke, traumbe sa dhe vetë janë frigu, edhe aty më ka rënë ndërmendi kam qu fëmijët e nona jame, edhe kemi ardhur me bashortin, kemi qëndru në makinë në rrugë për me pa deri ku po vazhdon rënimi i shtëpisë time. A ditë kur kanë qenë komunat, thanë që ta sigurojnë një vend banim? Po, ata më kanë premtu që më kanë thonë që ti gjeje vend banimin dhe na ta kompenzoj me qira. Ky është muji i dytë, do me thonë, Riku, unë nesër kam e pagu vetë qiron, edhe në qershore kam pagu vetë, se vendim nuk ka ardhë ende. Jam interesu, po më kanë thonë që nuk e kanë nënshkru ende zotri kryetari Roma, edhe nuk e di. Ai vendim du të më ardhë dhe të unë si palë dëmtu, se njerë për njerë nuk kam asë një vendim. Do me thonë për rimbursim qiras, për kompenzim qiras. A pret prej komunës që shumë shpejt me ribursu krejt këtë dëm? Besoj që po, kështë mu i dytë që unë po dëmtohem, unë jam vetëm e një rrugë, do me thonë veç vetë punaj, bashorti punon ka pak, po qa me bo. A e kanë edhe fshin tjerët, njëjtin problem? Po, njëjtin problem, unë jam e 9 shtëpi, do me thonë. Po ata fatmirësisht i kanë largu prej shtëpiave më herët, mu më kanë thonë,
që nuk je rrezikume. Edhe në muajin gusht, kur kanë fillu gryrjet këto, kam dalë vetë me bashortin i kemi pyet, kanë thonë që nuk je rrezikume. Po flas me fjalë të ekspertave dhe pun krysit to. Kur është rënu shtëpia para 8 muaje e fqinjit të ofër, prap kam dalë edhe i kam pyet, lutem, a jam e rrezikume edhe unë se jam me fëmijë të vegjël? Ka thonë jo, flaj rehat, se këto kanë mu vendosë mbrojtja, janë i murë mbrajtës kësëm. Pre mujit gusht, e vitit 2024, as nuk është muri dhe janë na ku jenë flasim për njëtin problem që unë gjithër jam fliku. Po ka dosht fate edhe zoti që unë atë natë kam shpëtu me fëmijët. A keni pas probleme energji elektrike edhe me ujësjellsin paraprakisht kur keni qenë këto? Jo, asnjëherë, do me thonë, po vetëm atë natë kur janë bo shambjet, po, është ndarë rryma, edhe është ndalë uje, e kanë nalë në gypin kryesor atë, edhe tash për momentin jemi në këtë gjendje. Si që shefni këtu, thellësia është, ku e di unë sa, ka ardhë 5 hapa prej shtëpis, qarje gjithandej, qarje ofër murit, s'po di. Po e pash që Ofër temeli, qarje. Ky shku edhe ma poshtë shtëpia. Po shumë edhe ma poshtë, ka shku shtëpia ma poshtë, kjo pjesa është ngrit lartë, do me thonë këtu është rreziku edhe tash që po flasim, mundet me ndodhë. Unë veç i lutëm, Zotit çdo herë inshallah nuk bjen një shi i fureshëm. Se çdo shi këtu jem të rrezikum, do me thonë shtëpia me komplet me ra edhe me i bo dëm edhe fqenjeve tjerë, besa edhe mu bo në i katastrofe edhe me madhe. A ke qenë në komunë masi që ke shku me banu tek vendi tjetër, me ju tregu që tash ke dalë me banu dikon tjetër? Po, me Çka kanë thonë? Me kanë lyp dokumentacionin, do me thonë ma kanë lyp kontratën e qiras, me datën të hanën që i ka ra, diri të hanën s'ka mujtë me gjithë qira, me parin, e pari ka qenë e djele nëse s'ka baj, të hanën, unë e veç shtunën e kam bë kontratën, të hanën e kam shku e kam dërzu kontratën, e kam dërzu konfirmimin bankar, gjitha dokumentacione që ata mi kanë kërku, unë ja kam ofru. Desha me të pyet pak edhe për fqinjt, a ke bisedu me ta, a janë tu jau ripursu krejt qërone këto? Me thonë drejten, vendimin aty në vjavë kanë shumë më herët, me arsyen që ata paraprakisht i kanë liru, i kanë hek prej shtëpiave, po për qira me vonesa. Po, të pakten ko kanë të jonë pagu? Me vonesa. Me sa di unë, më kanë thonë që me vonesa, po kaq. Unë po flasë gjithmonë me fjallë të në vjo, se muj edhe me u gabu. Okej, ku ka qenë hera fundit në thatë që je konë në komunë? Për me... Hera fundit që kam qenë komunë, me datë nuk më kujtohet, veç kur e kam marrë konstatimin e që kam bë drejtoria emergjencave. Do me thonë që ma kanë lëshu konstatimin që kjo shtëpi është me rrezik të lartë. E kam edhe konstatimin që është lëshu prej drejtorisë emergjencave, drejtorisë investimeve kapitale, ata ma kanë dhënë konstatimin edhe atë e kam. Do me thonë s'po më kujtohet vallaj sinqerisht. A kanë qenë me vizitu shtëpinë mua? Jo, vetëm 2 herë. Vetëm 2 herë? 2 herë. Vetëm 2 herë kanë qenë me vizitu shtëpinë, i kanë vendosë shiritat, për fatkeqësisht në prerës madhe, shiritat veç ishin dëmtu, se kur më thirrë dje, unë e erdha edhe pak më herët se ju, edhe po që shiritat veç ishin dëmtu. Besoj po me dëgjam. Une kërkesa jame është me ma vlerësu dhe me ma bo kompenzimin e domit. Lelina, nëse po me dëgjon, se unë duhet të lëviz me lidhje tjetër. Ju që ndroni aty se me duhem pamje, do t'a kem pas pak. Nuk po di nëse po me dëgjam, Lelina. Do me thonë, prej familjes të burit, prej vjerët konkretisht, shtëpia ka fillu me ndërtu po atë vetë. Jënë dëshmitar gjithë të. Dikun kanë vazhdu punimet... Lelina, nuk e di nëse po me dëgjon, duhet të ndërpres tu se duhet të kaloj një linë tjetër unë, ju që ndroni aty, mirë arta, i tregoni Blelinës. Unë iki në Ferizaj, shkoj tek kryetari i Ferizajt, Agem Aliu. Lidhemi tash me Ferizaj, ndrojmë temën, me që ekipa nuk po arrin do të komunikojnë me mu, besoj që do të arrin të komunikojnë me Artën.